parë gjithmonë të moshat mbi 40 vjet do të shkojnë me mamografi. Apo. E para është mamografia, e dyta është ultrazani. Gjithmonë se mamografia moshat e mbi 40 vjet plotësohen. Këto nën vazhdojmë me ultrazan, pastaj shkojmë me mamografi. Është e domosdoshme mamografia për shkak të multifokalitetit. Se mundem me pas nganjëherë është një masë solide, por mundem me pas fokuse tjera që nuk i detektojnë ultrazani, si janë shumë të vogla, edhe janë me mamografi të detektueshme si kalcifikate, dhe atëherë është e nevojshme të bëhet mamografia. Në këtë rast bëhet vetëm gjiri që është i dyshim. I dyshim, po. Në ndërkohë, edhe biopsit në shumicën e rasteve janë përmes radiologjisë. Po, metoda e fundit, pas mamografisë, ultrazani, ekzaminimi klinik, është e para që pas kontrolës që ka bo, dhe më thëmë pacienti janë kohë që ka palpu diçka, mas një është ekzaminimi klinik që mjeku, mundet me pas për mjekut familjar, po bëhet edhe për mjekut ekzaminues, pas taj bëhet ultrazani,